Përshëndetje, tashmë kanë kaluar 3 vjet nga dita që unë kam bërë transplantin e dytë. Dhe jo pa qëllim, unë sot kam rishikuar përsëri dietën që kam pasur. Në fakt, të mbash dietë nuk do të thotë vetëm që të biesh nga pesha, por që të ushqehesh shëndetshëm për të plotësuar vitaminat, proteinat, karbohidratet që i mungojnë trupit tonë. Dhe sot kam zgjedhur një recetë shumë të shëndetshme. Kunguj dhe patlıcan të mbushur. Nuk do ta besoni se sa të shijshëm dalin dhe shumë të shëndetshme. Vazhdojmë pa humbur kohë me gatimin. Kam marrë një kungull jeshil dhe një patlıcan. Pasi i kam larë, po i fshih me letër kuzhine. Për gatimin na duhet mish viçi i grirë. Kam qëruar 3 kokra qep të vogla dhe 3 kokra udhra. Kungullin filloj e pres në këtë formë. Vazhdoj pres dhe patlıxanin njësoj si kungulli, në feta të trasha. Doja pastroj mezin, do i heq pjesën e mezit, patlıxanit, po ashtu edhe kungullit. I vendosa në një tavë qelçi të vogël dhe do i spërkas vetëm pak fare me vaj ulliri. Do t'i fus në furrë sa të skuqen pak. Ndërkohë që patlıxani dhe kungujt piqen pak në furrë, ne vazhdojmë të përgatisim mbushjen. I kam shtypur udhrat pak dhe i gri në copa të vogla. Po ashtu grimë edhe qepët në copa të vogla. Pjesën e brendshme që i hoqa patlıxanit do ta gri në kuba të vegjël dhe do ta përdor për mbushjen. Vendosim një tigan mbi zjarr, në ta hedhim pak vaj ulliri. Si fillim shtojmë mishin e viçit të grirë. Pasi e kemi skuqur pak mishin, shtojmë qepën dhe udhrën e grirë. I përziejmë së bashku derisa të marrë një skuqje të lehtë, pastaj do shtojmë zemrën e patlıxanit dhe do i skuqim së bashku. Shtojmë erëza sipas dëshirës. Unë kam shtuar pyper të zi, kam shtuar rigon dhe pak pluhur speci ose pyper të kuq sepse i jep një shije shumë të mirë. Në fund shtoj dhe 2 lugë oris, sepse e bën më të shijshme dhe e lidh gjellën e mbushjes. Do ta skuqim dhe orizin pak bashkë me përbërësit e tjerë. Mbushja tani është gati dhe unë po e largoj nga zjarri. Ndërkohë tavën e kam nxjerr nga furra, kanë marrë një skuqje të lehtë dhe janë gati për të mbushur. Me anën të një luge fillojmë që t'i mbushim një nga një patlıxanët dhe kungujt. I kam mbushur të gjithë me gjellën që përgatitëm. Tani do përgatis salcën, tek tigani që kisha përgatitur mbushjen, po hedh 2-3 lugë salcë. Vazua ishte drejt fundit dhe unë po i hedh pak ujë që ta shplaj të gjithin dhe ta hedh në tigan. I kam shtuar ujë për ta holluar, e trazoj mirë që të marrë valë dhe të gjithë këtë përzierjen do ta hedh tek tava ku janë patlıxanët dhe kungujt. Hedhim lëng sa të mbulohen deri sipër. Do i vendos një letër alumini që ta mbajë avullin brenda për momentin që të zjej dhe do ta fus në furrë për pjekje. Po ja u heq letrën e aluminit që të shikoj nëse kanë zier, po tani kanë zier, janë gati. Sipër po ju vendos nga një fetë të hollë djathi kaçkavall që t'ju japi më shumë shije dhe po i fus në furrë që ta pinë komplet këtë lëngun që ju ka mbetur. Tava tani është gati. Po e servir në një pjatë dhe e shoqërojmë me pak bukë integrale. Ju bëf të mirë. Ky ishte edhe gatimi për ditën e sotme. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe shpresoj që ta gatuani në shtëpi. Faleminderit shumë që e ndoqët videon deri këtu me mua. Bëni like dhe lini koment nëse ju ka pëlqyer gatimi im. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim. Dhe vazhdoni të qëndroni në këtë komunitet për receta gatimi, për histori reale, për këshilla për shëndetin dhe çfarë do lloj gjëje që ju dëshironi të dini, më lini në koment pyetjet tuaja. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!